në fakt nuk ka të bëjë me mënyrën e tij të jetesës, por me vepra penale që prekin edhe persona të tjerë, me akuza për trafik seksual, për ushtrim dhune, përdorim etj. Pra mund të ketë janë gjëra që janë përtej vetës së tij, që prekin edhe persona të tjerë, njëri nga të cilët, paktën e kam lexuar tani nuk e di sa e vërtet është, mund të jetë edhe Justin Bieber, një nga këngëtarët më të famshëm aktualisht, që thuhet që në moshën 15 vjeçare është çuar te Puff Daddy nga mamaja e tij, ndërkohë që shumë kush thotë nuk ka shans që unë t'ia lija fëmijët një monstër apo një njeriu të tillë që pa dyshim do abuzonte, bëhet fjalë 20 vitet e fundit. Çfarë flitet për këtë, domethënë këngëtar, Justin Bieber, apo edhe le të themi situata të tjera apo ngjarje të tjera që kanë të bëjnë me persona të tjerë? Po, është vërtet, mund të jenë madje po bëj një rekord të fundit të Justin Bieber në gjithë televizit e tij është shumë i shqetësuar dhe është i tërhequr, duke që po vuan. Patjetër, është shumë i shqetësuar, ka pësuar sipas burimeve ai ka pësuar një shokërend për arsye të abuzimit të tij që ka patur që fëmijë, këtë karrierës së tij, edhe që ja ka kushtuar një temë i dedikat i rasti ku ai ka provuar marrjen e vërtet me kontaktet me Puff Daddy. Ai faktikisht ndoshta një ditë pritet të vaj që tjetë një nga dëshmitarët e Puff Daddy, por ajo që është që komentohet shpesh tani me mediat amerikane, domosdoshmë në New York, Manhattan, është gjendja e rëndë psikologjike e Puff Daddy, cili është patjetër është rrethuar nga familja e tij, nga 6 fëmijë të tij, të cilët nuk e kanë braktisur, madje kanë vajtur edhe me seancat e tij gjyqësore për ta përkrahur, për ta mbështetur në mirë. Por ai duket sipas informacioneve, ai duket shumë i lodhur, flokët e tij. Edhe i plakur, sepse në ato skicat që publikohen në media amerikane është komplet i bardhë, në flokët, mjekra, deri para pak kohësh. Ka pasur që është i mosh të vërtet në 70 vjeç. Dhe faktikisht është ndodhur kjo se sipas njerëzit që merren me showbizin e ka flokët e tij në vërtet ato janë të finura, realisht, por ai mbante gjithmonë të lyra, por faktikisht në ambientet e burgut ku ndodhet ai, nuk lejohet asnjë lloj përdorimi përveç shambut të tyre që ka dhe burgu, jo domethënë objekte të tjera që janë në bojrat me përflyrje flokësh në këtë pashtë. To janë rast, domethënë, kur Puff Daddy është në një gjendje shumë kritike, sado që ai me avokatët e tij shprehet se është i pafajshëm, janë bërë të gjitha me çdo veprim që është bërë me konsensusin e gjithë bashkëautorëve të tjerë, si ata që shfaqen si të abuzuar të kështu, sepse thonë, kemi bërë lojrat tona që ai gati, por jo një organizat kriminale për trafikime dhe transportet dhe jetët e tjera të Paris. Po sepse janë akuzaj që zakonisht i bëhen organizatave kriminale, dhe siç ka qenë edhe rasti R. Kellyt, një tjetër përfaqësues i botës së hip-hopit që është akuzuar kohë më parë dhe ka pasur një gjyq po aq famkeq. Të ngjashëm. Edhe ka një gjyq po të ngjashëm edhe mos harrojmë se ati e dërë gjyqi dhe ka marrë dhe dënimin është duke vuajtur dënimin. I dënuar Kelly edhe një reper i famshëm, por ajo që pritet është që provat e kesit Ventures fundosin përfundimisht kamësi Puff Daddyn dhe
Këtu në Amerikë nuk ka asnjë lloj eskize, nuk ka asnjë lloj lemoshe. Këtu gjyqi është të gjithë janë të barabartë para ligjit, këtu ratifikojnë që edhe nuk marrë dënimin e përjetshëm, sipas të dhënave që kemi deri tani, pra provat që ka sjellur edhe prokuroria e Manhattan. Pra jemi në situatë ku vetëm pritet seanca të tjera do të dëshmojnë edhe dëshmitarë të tjerë që kanë marrë pjesë në. Po, në fakt e thash edhe më parë që e gjithë media amerikane është përqendruar në këtë ngjarje, edhe pse duhet thënë ka ngjarje nga ana e politikës, botës politikës dhe financave tepër të rëndësishme, por gjithsesi vëmendja është përqendruar tek ky gjyq, që prek thash jo vetëm mënyrën e jetesës së pavdetit, por shumë më tej se kaq. Në botën e artit dhe spektaklit, si po komentohet një ngjarje e tillë edhe në vazhdon e skandaleve me Harvey Weinstein, regjizorin famkeq tashmë, apo Epstein, që ka vrarë veten, pra këtyre skandaleve me persona të fuqishëm që për vite me radhë akuzohen se kanë abuzuar, shantazhuar, keq përdorur persona të ndryshëm për qëllime përfitimi dhe jo vetë.